Kryeministri Mickoski deklaroi se po përgatiten që të mos lejohet rritja e madhe e çmimeve për shkak të luftës në lindjen e mesme. Nëse materializohen ndryshimet e ligjit të arsimit të lartë, shumë profesorë rrezikojnë të humbin vendin e punës. Largohen 10 ton mbetje kimike të rrezikshme nga hapësirat e Institutit të Shëndetit Publik. Në kuvendin e Kosovës mbahet seancë solemne për 28 vjetoren e epopejës së UÇK-s. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Kryeministri Kristian Mickoski ka komentuar luftën në lindjen e mesme në prizmën e pasojave që do të ketë në nivel global. Sipas kreut të qeverisë, si pasojë e luftës mund të pësojë ekonomia duke përfshirë ngritjen e çmimit të naftës. Mickoski ka deklaruar se pritet të ketë rritje çmimesh, por bashkë me ministrin e financave po shqyrtojnë mundësitë për të ulur akcizat dhe tatimet për të lehtësuar ndikimin mbi standardin e qytetarëve. Pas përshkallëzimit të luftës në lindjen e mesme ndërmjet SBA-s, Izraelit me Iranin, gjendja e sigurisë në maqeninë e Veriut është stabile, kështu njoftoi kryeministri Kristian Mickoski. Megjithatë, ai thotë se si pasojë e luftës mund të pësojë ekonomia, duke përfshirë ngritjen e çmimeve të naftës. E nëse rritet nafta, të njëjtin ritëm e ndjekin të gjitha çmimet e tjera, por për të parandaluar këtë, Mickoski theksoi se po shqyrtojnë opsione për ulje të akcizës dhe taksave për naftën në mënyrë që të mos goditen qytetarët. Mund të kemi sfida ekonomike, kryesisht lidhur me çmimet e emergjencave të naftës dhe gazit, më shumë të naftës, pasi nuk kemi një varësi të madhe nga gazi. Sezona e ngrohjes po përfundon dhe industria e Maqedonisë nuk ka zhvilluar një rrjet të madh të gasifikimit, por nga industria e naftës mund të kemi presion mbi çmimet. Do të duhet të ketë rritje çmimesh, por bashkë me ministrin e financave po shqyrtohen mundësitë për të ulur akcizat dhe tatimet për të lehtësuar ndikimin mbi standardin e qytetarëve. Ndërkaq, sa i përket të qytetarëve të cilët ndodhen në vendet ku po zhvillohet lufta, Mickoski tha se Ministria e Punëve të Jashtme ka organizuar transfer për qytetarët e maqenisë së Veriut që dëshirojnë të kthehen nga vendet e prekura nga konfliktet ushtarake. Jemi tashmë në fazën përfundimtare. Mendoj se nga sot do të fillojë evakuimi dhe nga sot jemi plotësisht të angazhuar për të siguruar gjithçka të nevojshme për funksionim normal të institucioneve dhe kthim të sigurt të qytetarëve tanë që duan të kthehen në vend. Ai theksoi se nga Bahreini, Katari dhe Emiratet e Bashkuara Arabe është siguruar transport dhe shpenzimet do të mbulohen nga shteti. I pari i qeverisë u bëri thirrje që edhe atyre që ndodhen në Izrael dhe vendet përreth, që si tha, çdo person që është në rajon ku ka veprime ushtarake duhet të ndjek njoftimet e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme. Profesorët universitarë vazhdojnë të shprehin pakënaqësi në lidhje me propozim ligji për arsim të lartë. Profesori Argëtim Saliu ka kritikuar këtë propozim duke thënë se ai cënon autonominë dhe shton ndikimin e institucioneve në organet e universitetit. Po ashtu, ai ka kritikuar edhe përbërjen e ekipit që kanë përpiluar propozimin duke thënë se në të nuk ka pasur asnjë shqiptar. Profesori universitar Argëtim Saliu ka drejtuar kritika të ashpra ndaj propozim ligjit për arsim të lartë, duke vlerësuar se iniciativa e qeverisë dhe e Ministrisë së Arsimit rrezikon autonominë e universiteteve. Sipas tij, projekt ligji parasheh krijimin e organeve paralele brenda universiteteve dhe rrit ndikimin e institucioneve shtetërore në funksionimin e universiteteve, po edhe cënon pavarësinë e cila sipas Saliut është e garantuar me kushtetut. Saliu thotë se ky propozim ligj ka ardhur pa dëshirën dhe vullnetin e botës akademike dhe profesorëve, por me insistim të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Në një prononcim për televizionin Shenja, ai sqaroi se në hartimin e propozimligjit nuk ka marrë pjesë asnjë profesor shqiptar, duke demantuar kështu ministren Janevska. Pasi që parashifën formimi disa organeve të reja, siç është Këshilli i Universitetit, e cila do thotë ka kompetenca
tentohet që të ketë kompetenca të njëjta me organin më të lartë të universiteteve, siç është Senati i universiteteve. Ky këshill pra të formohet me përfaqësues nga qeveria dhe Ministria e Arsimit dhe me përfaqësues nga odat ekonomike. Dhe kjo drejt për së drejtë ndikon në thyrjen e autonomisë së universiteteve në çdo kërkesë dhe në çdo vendim, do thotë duhet merret pëlqim dhe leje nga Ministria e Arsimit, pëlqim dhe leje nga Ministria e Financave. Dhe këtu parashtrohet pyetja themelore ku mbeti autonomia e universiteteve. Sipas Saliut, nga ky propozim ligj, shumë profesorë universitarë rrezikojnë të humbin vendin e punës. Ai tha se para se të sjellin këtë ligj, qeveria dhe Ministria e Arsimit duhet të interesohen në përmirësimin e kushteve infrastrukturore dhe vështirësive elementare me të cilat përballen universitetet në vendin tonë. Kjo nuk është hera e parë që profesorët universitarë ngrejnë zërin kundrejt këtij projekt ligji. Së fundmi, 200 profesorë shqiptar me peticion kundërshtuan të njëjtin. Kundër ligjit në fjalë reagoi edhe ish-ministri i Arsimit Renata Deskoska, pavarësisht kritikave dhe kundërshtive. Qeveria dhe ministria është e vendosur në miratimin e të njëjtit dhe kanë deklaruar disa herë se nga i njëjti nuk do të tërhiqen. Nismës për mbajtjen e provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe është bashkuar zyrtarisht edhe Parlamenti Studentor i Universitetit të Evropës Juglindore. Kryetari i organizatës Besian Rexhepi, iniciativën e cilësuar si legjitime dhe të bazuar në të drejta të garantuara me ligj. Pas reagimit të Kuvendit Studentor në Universitetin Nëna Tereza lidhur me kërkesën për mbajtjen e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, kësaj iniciative i është bashkuar zyrtarisht edhe Parlamenti Studentor i Universitetit të Evropës Juglindore. Gjatë një takimi të zhvilluar mes kryesive të të dy parlamenteve studentore, kryetari i Parlamentit Studentor në Universitetin e Evropës Juglindore, Besian Rexhepi, iniciativën e cilësuar si legjitime dhe të bazuar në të drejta të garantuara me ligj. Ai ka konfirmuar se Universiteti i Evropës Juglindore do t'i bashkohet plotësisht mobilizmit të studentëve për protestën e paralajmëruar, si dhe nismave të tjera të përbashkëta që synojnë realizimin e kësaj kërkese. Sipas përfaqësuesve studentor, ky bashkëpunim përbën një hap të rëndësishëm drejt unifikimit të zërit studentor në mbrojtje të së drejtës për përdorimin e gjuhës shqipe, e garantuar me ligj të posaçëm për përdorimin e gjuhëve. Kujtojmë se 385 studentës shqiptar të fakulteteve juridike në Republikën e Maqedonisë së Veriut kërkojnë që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në shqip. Megjithatë, ministri i drejtësisë, Igor Filkov, ka vendosur dhe deklaruar që provimi të zhvillohet vetëm në maqedonisht, duke theksuar se njohja e kësaj gjuhe është e domosdoshme për punën në institucionet dhe gjykatat e vendit. Shoqatat jo qeveritare u bëjnë apel autoriteteve shtetërore që të rrisin përpjekjet për të parandaluar dhunën në familje nga platforma për barazi gjinore dhe rjeti për mbrojtje nga diskriminimi, thonë se rastet e fundit me pasojat fatale për viktimat dhe të dashurit e tyre në Veles, Shutorizar dhe Shkup, si dhe fakti që në vitet e fundit më shumë se 15 raste të dhunës në familje janë raportuar në polici, çdo ditë duhet të jetë një alarm për një ndryshim themelor në qasjen e shtetit. Pas rastit të fundit në të cilin një nënë dhe një vajze humbën jetën, shoqatat jo qeveritare u bëjnë apel autoriteteve që ta përdorin miratimin e ardhshëm të strategjisë kombëtare për parandalim dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje 2026-2033, si piknisje për këtë ndryshim dhe përmirësim të situatës. Nga platforma për barazi gjinore dhe rjeti për mbrojtje nga diskriminimi, thonë se rastet e fundit me pasoja fatale për viktimat dhe të dashur e tyre në Veles, Shutorizari dhe Shkup, si dhe fakti që në vitet e fundit më shumë se 15 raste të dhunës në familje janë raportuar në polici çdo ditë, duhet të jenë një alarm për një ndryshim themelor në qasjen e shtetit ndaj këtij problemi serioz shoqëror. Ne kërkojmë që qeveria të përparsoj planifikimin dhe ndarjen e duhur të fondeve të nevojshme buxhetore për zbatimin konsistent të planit të parë të veprimit 2026-2029, me një rritje vjetore të përcaktuar qartë dhe progresive të fondeve për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje. Shoqatat jo qeveritare kërkojnë në mëtej intensifikimin e parandalimit të dhunës përmes fushatave për të sqaruar se çfarë është në të vërtetë dhuna në familje, cilat forma të dhunës ekzistojnë, cilat janë pasojat dhe nevojat e grave që kanë vuajtur, si dhe si të përdorin mekanizmat e mbrojtjes ligjore.
Përfshirja graduale e të gjithë praktikuesve në një proces të edukimit fillestar dhe të vazhdueshëm të detyrueshëm, me objektiva çdo 6 muaj, në mënyrë që brenda 2 viteve të mbulohen të gjithë praktikuesit që kanë kontakt drejt për drejt ose të tërthort me viktimat. Nga platforma për barazi gjinore dhe rjeti për mbrojtje nga diskriminimi, thonë se rastet e fundit tragjike, të cilat i vlerësuan si rezultati një sistemi jo funksional, duhet të jenë një pikë kthese për shtetin, që të kaloj nga masat deklarative në mbrojtje reale të grave dhe fëmijëve. Policia ka arrestuar sot një qytetar nga Kërçova për denoncim të rrem për vendosjen e bombës në termocentralin Oslomej, siç kanë informuar nga MPB, personi 44 vjeçar me iniciale RB i punësuar në këtë termocentral ka gënyer qëllimisht për bombën me qëllim që të dalë më herët nga puna. Ai është ndaluar në stacionin policor të Kërçovës dhe pas dokumentimit të plotë të rastit kundër tij do të ngrihet kallëzim përkatës. Ai në orën 2:25 i ka dërguar shefit të tij një mesazh me të cilin e ka informuar se ka pasur një uri se në një departament në Oslomej është vendosur bombë. Pas masave të marra dhe verifikimeve të kryera me sigurimin, nënpunësit policor kanë konstatuar se nuk është vendosur bombë dhe se bëhet fjalë për kallëzim të rrem. Pas masave të marra, RB është gjetur në një shtëpi pushimi në fshatin Oslomej të Kërçovës dhe është privuar nga liria. Në këtë rast, ai ka pranuar se kallëzimi është i rrem dhe se e kishte sajuar atë për të dalë më herët nga puna, thanë nga MPB. Nga hapësirat e Institutit të Shëndetit Publik janë larguar rreth 10 ton mbetje kimike të rrezikshme, të cilat ruheshin këtu për më shumë se 10 vjet. Drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik Maria Andanovska sqaroi se mbeturinat ishin shumë të paqëndrueshme dhe të ndeshme, prandaj paraqisnin një rrezik të madh potencial. Në kuadër të Institutit të Shëndetit Publik janë ruajtur 10 ton mbetje kimike të rrezikshme për më shumë se 10 vjet. Sipas drejtoreshës së Institutit të Shëndetit Publik Maria Andanovska, bëhet fjalë për mbetje nga analizat laboratorike, kimikate të llojeve të ndryshme dhe në gjendje të ndryshme agregate. Ajo tha se këto mbetje përbëjnë rrezik të madh për shëndetin e qytetarëve dhe mund të kishin shkaktuar ndonjë avari. Ajo informoi se mbetjet aktualisht janë larguar në mënyrë të sigurt dhe nuk do të mbeten në vend, por do të digjen jashtë shtetit. Sipas Andanovskës, mbeturinat ishin shumë të paqëndrueshme dhe të ndeshme, prandaj paraqisnin një rrezik të madh potencial dhe i kanë alarmuar të gjitha institucionet kompetente. Ние веднаш ги информиравме. Absolutisht nuk janë respektuar procedurat. Ne e kemi njoftuar inspektoratin. Ata po veprojnë. Mëtej, ne nuk kemi kompetenca. Ne e kemi bërë tonën. I kemi njoftuar, është bërë inspektim. Unë sinqerisht pres që të ketë përgjegjësi për një gjë të tillë, sepse kjo është në dëm të shëndetit të qytetarëve. Sipas teknologut Trajqe Sërbinovski, i cili ishte pjesë e ekipit angazhuar në largimin e mbeturinave, tha se ka shumë vatra të tilla në vend dhe rreziku prej tyre është shumë i madh. Disa institucione publike në kanë telefonuar për të inspektuar, për të zbuluar pikat kritike. Pasrimi ndoshta është i shtrejtë, por varet nga vëllimi i kimikateve, nga mënyra se si ruhen ato dhe çmimi mund të jetë i lartë sepse nuk kemi një deponi aktive. Mbeturinat e dëmshme, siç thanë ata, mund të shkaktonin helmim, irritim të lëkurës, syve, problem me frymëmarrjen, dëmtim të organeve, si dhe sëmundja afatgjate, ndërsa disa prej tyre mund të shkaktonin dëmtim të sistemit nervor, por edhe mund të ndodhnin ujin dhe ajrin. Depo e mbeturinave ilegale kishte qenë lotësuar në qendër të qendrës klinike në mes shkollave, klinikave, dekanatit të fakultetit të mjekësisë. Numri personave të prekur me virus po ulet, sipas njoftimit të Institutit të Shëndetit Publik gjatë javës së 9 të vitit 2026 në periudhën nga 23 shkurt deri më 1 mars janë paraqitur 767 raste me grip. Kjo sipas tyre krahasuar me një javë më parë paraqet 31.1% një numër më i ulët. Dërsa po ashtu ka ulje prej 20.4% krahasuar me 15 sezonet e kaluara. Gjithashtu bëjmë me dije se incidenca e regjistruar e virusit është e ulët. Instituti i Shëndetit Publik bëri me dije se ky do të jetë raporti i fundit për këtë sezon.
Në komunën e Gazibabës u vendos zbur themeli marketit të ri të kompanisë Lidl në Maqedoninë e Veriut. Objekti do të ketë rreth 1500 metra katror hapësirë, shitje dhe 130 vende parkimi ndërtuar sipas standardeve ndërkombëtare dhe me kushte të përshtatshme për blerësit dhe punonjësit. Drejtori i patundshmërive të Lidl, Goce Gavrilov, theksoi se marketi do të ofrojë funksionalitet dhe komoditet për konsumatorët. Kompania Lidl vazhdon të zgjerohet në Maqedoninë e Veriut. Sot, në mënyrë festive, në komunën Gazibabës, u hudh gruthemeli i objektit të më të ri të zinxhireve të marketit të Lidl, e cila do të jetë me një hapësirë teje të madhe dhe do të funksionojë edhe për eksportim të produkteve jashtë vendit. Drejtori i patundshmërive të Lidl në Maqedoninë e Veriut, Goce Gavrilov, tha se marketi do të ndërtohet në standardin dhe nivelin më të lartë ndërkombëtar. Ai tha se do të sigurohen edhe 130 vende parkimi për veturat, me qëllim që, siç tha, konsumatorët të ndjehen sa më komod dhe të kryejnë punë sa më lehtë dhe sa më shpejt. Marketi është projektuar në atë mënyrë që të sigurojë funksionalitet, komoditet, praktik dhe ambient të përshtatshëm për blerje, si dhe kushte të përshtatshme për të punësuarit tanë. Salla shitëse në këtë market do të ketë rreth 1500 metra katror, hapësira komode për konsumatorët që të mundet shpejt dhe lehtë të gjejnë zgjedhjen e produkteve të nevojshme. Të pranishmeve ju drejtua edhe kryetari i komunës së Gazibabës, Boban Stefkovski. Ai tha se ky investim do të sjellë mundësi të reja për qytetarët, vende të reja pune, zhvillim profesional, zgjedhje më të gjerë dhe ofertë më cilësore për konsumatorët. Kjo ngjarje nuk është vetëm fillim edhe i një ndërtimi modern, por simbol i besimit, zhvillimit dhe mundësi të reja për bashkëpunimin ton. Veçanërisht dua të falenderoj drejtorin e patundshmërive të Lidl në Maqedoninë e Veriut, Goce Gavrilov, dhe gjithë ekipin e Lidl, të cilët me përkushtimin dhe vizionin e tyre sjellin rritje të ekonomisë, investime të reja dhe hapin vende të reja të punës. Stefkovski theksoi se vetë prania e një kompanie europiane si Lidl është një mesazh i fuqishëm se komuna e Gazibabës është një komunë që zhvillohet, që rritet dhe që bëhet gjithnjë e më tërheqëse për investime të reja. Forcat iraniane kanë realizuar një operacion kundër grupeve kurde në rajonin e tyre gjysmë autonom të Irakut fqinj. Ofenziva iraniane erdhi pasi ka pasur raportime se SHBA-t janë në bisedime me forcat kurde në një përpjekje për t'i armatosur ato dhe për t'i nxitur një kryengritje kundër Teheranit. Shpërtime janë raportuar në të gjithë Iranin, ndërsa Izraeli njoftoi se po kryen sulme të reja ndaj Teheranit. Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli vazhdojnë të bombardojnë Iranin, duke vrarë të paktën 1230 persona që nga e shtuna, ndërsa forcat izraelite po e sulmojnë edhe Libanin. Forcat iraniane kanë filluar një operacion kundër grupeve kurde në rajonin e tyre gjysmë autonom të Irakut fqinj. Ministria e Inteligjencës e Iranit konfirmoi se sulmoi postet e grupeve separatiste që synonin të hynin përmes kufive perëndimor, duke shtuar se ato pësuan humbje të mëdha. Deklarata e Ministrisë iraniane thekson se forcat iraniane po bashkëpunojnë me kurdët fisnik, siç i quajtën ata, për të penguar planin izraelito-amerikan për të sulmuar tokën iraniane. Këto sulme iraniane vijnë ndërsa ka pasur raportime se SHBA-t janë në bisedime me forcat kurde në një përpjekje për t'i armatosur ato dhe për të nxitur një kryengritje kundër Teheranit. Ndërkohë, Senati i SHBA-s ka bllokuar një rezolut për të frenuar fushatën ushtarake të presidentit Donald Trump kundër Iranit, duke votuar 53 me 47 kundër mocionit procedural. Konflikti ka penguar furnizimet globale me naftë dhe gaz, me anije madhërash që shmangin ngushticën jetike të Hormuzit, pasi trupat e gradës revolucionare iraniane njoftoi mbylljen e saj. Në 28 vjetorin e rënjes heroike të komandantit legjendar Adem Jashari, familjes Jashari, dëshmorëve të kombit si dhe të gjithë të rënëve për liri, qeveria e Kosovës me 5, 6 dhe 7 mars organizon
Manifestimin gjithë popullor, epopeja ushtrisë çlirimtare të Kosovës, epopeja UÇK-s është një manifestim që tradicionalisht mbahet me 5, 6 dhe 7 mars në kujtim të komandantit të UÇK-s Adem Jashari dhe 55 antarëve të familjes së tij, të cilët u vranë në një sulm nga forcat speciale të policisë serbe në mars të vitit 1998. Kuvendi i Kosovës ka mbajtur sot seancë solemne për përkujtimin e epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës në 28 vjetorin e saj. Në seancë morën pjesë krerë të institucioneve të larta në vend, pjesëtar të familjes së Adem Jasharit, deputet, diplomat të huaj, familje të dëshmorëve dhe përfaqësues të institucioneve tjera të vendit. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, në fjalën e saj përmendi kontributin e ushtarëve dhe sakrificat që u bën me 5, 6 dhe 7 mars. Ajo tha se pikërisht në këto ditë e 28 vjet më parë, historia e Kosovës mori drejtim të ri dhe se familja Jashari u bë kala, ndërkaq kullat e tyre u bën flamuri përhershëm i lirisë së Kosovës. Epopeja e Marsit nuk është vetëm kujtesë emocionale, është akt themelues i Republikës sonë dhe moment kur pushka e qëndresës u bë zë politik i një kombi që kërkonte vendin e vet në botë si komb i lirë. Nga Prekuazi nisi orteku i lirisë që nuk u ndal më. Nisi një frym që u përhap në çdo fshat e në çdo qytet. Nisi një betim se kjo tokë nuk do të nëpërkëmbej. Epopeja është epike sepse buroi nga populli. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha se figura e Adem Jasharit u bë personifikim i vendoshmërisë për të mos e pranuar nënshtrimin. Ai tha se kthesa në rrjedhën historike të përpjekjeve të gjata për liri dhe barazi, kthesa në Prekaz, artikuloi qartë aspiratën e Kosovës për çlirim nga Serbia pushtetuese. Në ato ditë të përballjes së vullnetit për liri me aparatin e shtypjes, në Prekaz historia u shkrua me zjarr dhe me gjak. Toka u bë altar i lirisë e një familje u bë simbol kombëtar. Figura e kryekomandantit Adem Jashari e lidhur pasgjithshmërisht me fatin e familjes dhe të bashkëluftarëve të tij, u bë personifikim i vendosmërisë për të mos e pranuar nënshtrimin. Kjo sakrificë u përjetësua në vetdijen dhe kujtesën tonë kolektive si mësim i përhershëm se liria paguhet shtrejt, sa ajo është vlerë e panegociueshme dhe e drejtë e patjetërsueshme. Më 5, 6 dhe 7 mars 1998, forcat serbe rrethuan dhe sulmuan kompleksin e kullave të familjes Jashari në Prekaz. Pas 3 ditësh luftime, u vran 56 antar të familjes. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim.